Ti qenë ke pa shkollë. Nuk di të shkruash. Një mbrëmje e ftohtë fundjave në kryeqytet. Dritat e qytetit reflektohen mbi xhamat e mëdhenj të një prej restoranteve më luksoze dhe më të shtrenjta në vend. Një vend ku rezervimet bëhen javë përpara dhe ku klientela përbëhet vetëm nga elita, politikanët dhe biznesmenët më të fuqishëm. Brenda, atmosfera është e ngrohtë, e shoqëruar nga një muzikë e lehtë klasike në sfond, aroma e pjatave egzotike dhe zhurma e lehtë e gotave të kristalit. Në hyrje të restorantit ndalon një makinë luksoze e zezë. Nga ajo zbret Arbeni, një djalë rreth të 30-tave, i veshur me një kostum të qepur me porosi që rezaton luks, dhe në dorë mban një nga ato orët e shtrenjta që kushtojnë sa një apartament i tërë. Ai ka një ecje të sigurt, plot vetbesim, por që fsheh një mendjemadhësi të theksuar. Pasuria e tij e vënë së fundmi nga bizneset jashtë shtetit ja kishte errësuar sytë. Për të, bota ndahej në dy pjesë. Ata që kishin para dhe ata që nuk kishin vlerë. Nga e njëjta makinë zbret edhe e dashura e tij e re. Ajo është e veshur me një fustan të kuq elegant, e mbingarkuar me bizhuteri dhe me një qëndrim që tregon qartë se pëlqen vetëm jetën e shtrenjtë dhe vëmendjen. Për të, kjo darkë nuk është thjesht një vakt, por një mundësi për të treguar statusin e saj të ri social. Arbeni i kap dorën me një lëvizje mekanike dhe të dy ecin drejt hyrjes së restorantit. Menaxheri i sallës, duke njohur Arbenin si një klient që shpenzon shumë marramendëse, i përshëndet me përkulje dhe i shoqëron personalisht drejt tavolinës më të mirë, asaj në qendër të sallës, e cila është e rrethuar nga drita të ngrohta dhe ofron pamjen më të bukur. Ndërkohë, në anën tjetër të sallës, e veshur me uniformën bardhë e zi të restorantit, po qëndronte Elira. Ajo është një vajzë e re, me flokët e kapur thjesht prapa, me një pamje të pastër, pa tuale të rëndë, por me një sy që rezatonte zgjuarsi dhe një lodhje të lehtë që përpiqej ta fshihte pas një buzëqeshjeje profesionale. Në gjoksin e saj mbante të vendosur një stem të vogël metalike, ku shkruhej emri i saj. Elira. Sot ishte nata e saj e pestra dhe azi pa gjumë të mjaftueshëm. Ditën kujdesej për prindërit e saj të sëmur, vraponte midis farmacive dhe analizave mjekësore, ndërsa natën detyrohej të punonte me orë të gjata në këtë restorant për të paguar faturat dhe ilaçet e tyre të shtrenjta. Megjithatë, ajo kurrë nuk ankohej. Kishte një dinjitet të lindur dhe besonte se çdo punë e ndershme është nder, pavarësisht se sa poshtë mund të rrezonte jeta përkohësisht. Menaxheri i bën shenjë Elirës që të afrohet te tavolina e Arbenit për të marrë porosin. Elira merr bllokun e saj të vogël të shënimeve, një stilolaps dhe ecën me hapa të qetë profesionist drejt tyre. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në restorantin ton, thot Elira me një zë të topitur por shumë të sjellshëm, duke u përkulur lehtë në shenjë respekti. Unë jam Elira dhe do të jem kamerierja juaj për sonte. Çfarë mund t'ju ofroj për fillim? Arbeni as që e merr mundimin ta shikoj në sy. Ai po shfletonte menun me një lëvizje dembele të gishtave, ndërsa e dashura e tij po rregullonte flokët, duke u parë në pasqyrimin e gotës së verës. Në atë moment, Arbenit i lind një ide djallëzore. Ai donte të tregonte përpara të dashurës së tij se sa botëror ishte, sa shumë kishte shëtitur dhe sa superior ishte ndaj njerëzve të thjeshtë që punonin aty. Ai mbyll menun me një zhurmë të mbytur, mbështetet prapa në karrige, kryqëzon duart dhe e shikon Elirën nga poshtë lart me një vështrim përçmues. Pa asnjë paralajmërim, ai fillon të flasë, por jo në gjuhën shqipe. Arbeni fillon të artikuloj fjalë në një gjuhë të huaj shumë të rrallë, një dialekt të vjetër, të rëndë dhe akademik të frëngjishtes, të cilin e kishte dëgjuar gjatë disa takimeve të biznesit me disa aristokratë të vjetër në Europë. Ai fillon të përshkruaj një porosi jashtëzakonisht të ndërlikuar, duke përdorur terma të vështirë gatimi, emra të veçantë salcash dhe kërkesa specifike për mënyrën se si duhej pjekur mishi, duke i dhënë zërit të tij një ton qëllimisht ironizues dhe sfidues. Ai fliste shpejt, pa ndalesa, me bindjen e plotë se vajza përballë tij, e veshur me uniformë kameriereje, nuk do të kuptonte asnjë fjalë të vetme dhe do të ngatërohej,
duke u bërë kështu gazi i botës për të dhe të dashurën e tij. Ashtu siç shihet edhe në imazh, Arbeni po shionte çdo sekond të këtij provokimi të ulët, duke pritur momentin kur kamerierja e thjesht shqiptare do të dorëzohej e turpëruar përpara madhështisë së tij. Arbeni përfundon së foluri në atë frëngjishte të rëndë e akademike dhe hesht, duke marrë një pozicion triumfues. Ai merr gotën e ujit, pi një glënjik të vogël pa i hequr syt nga Elira, dhe në fytyrën e tij vizatohet një buzëqeshje tejet ironike dhe vetëkënaqësie. Për të, loja sapo kishte arritur pikun e saj. Ai ishte i bindur se e cancelet plotësisht vajzën përballë tij, dhe se ajo tani po përjetonte makthin e saj më të keq profesional. Pa pritur fare që Elira të reagonte apo të kërkonte sqarim, Arbeni kthehet menjëherë nga e dashura e tij. Ai zgjat trupin paksa përpara mbi tavolinë, duke u afruar drejt saj për të krijuar një lloj bashkëpunimi në atë skenë të shëmtuar, dhe thon me zë të lartë në shqip, pa u shqetësuar fare nëse po dëgjohej nga tavolinat e tjera. Ajo është kaq analfabete, as nuk e ka idenë se çfarë po i them. Këta njerëz nuk dinë asgjë tjetër veç se të fshin tavolina e të mbajnë pjata në përduar. Do të shohësh si do të ngatërohet tani. Do të filloj të bëj belbëzime e të kërkoj ndihmë nga menaxheri. E dashura e tij, sapo dëgjon këto fjalë, shpërthen në një qeshje të madhe e të shfrenuar. Ajo ngre një rëndor me thonjtë e lyer me të kuqe të ndezur për të mbuluar pjesërisht gojen, sikur po përpiqej të fshihte të qeshurën, por sytë e saj të ngushtuar nga ironia e tradhtojnë plotësisht. Ajo e shikon Elirën nga kokat e këmbët me një përzierje mëshire dhe përçmimi, duke shijuar shfaqjen që Arbeni po dhuronte vetëm për të. Ajo ndjen një lloj kënaqësie të sëmur, duke parë një vajzë tjetër të re që po poshtërohej publikisht. Një sekond më pas, në sallën e restorantit krijohet një qetësi e rëndë. Dy zotërinj në një tavolinë ngjitur ndalojnë bisedën e tyre dhe kthejnë kokën me mosmiratim nga Arbeni. Një grua më të ndalon gotën e verës në ajër, e habitur nga mungesa e edukatës së këtij djaloshi të pasur. Arroganca e Arbenit dhe të qeshurat e të dashurës së tij kishin krijuar një skenë tensioni të pastër. Të gjithë syt ishin drejtuar nga kamerierja e thjesht shqiptare, e cila mbante në duar vetëm bllokun e saj, e shigjetuar nga shigjetat e helmuara të një miliarderi që mendonte se paratë e bënin zot të gjithçkaje. Në sallën e restorantit ra një heshtje kaq e thirrur, saq dëgjohej vetëm kërcitja e lehtë e akullit që shkrihej në përgota. E dashura e Arbenit po ulej gradualisht nga qeshja e saj e zhurme, duke pritur të shihte lotët e turpit ose panikun në sytë e kamerieres. Arbeni rinte i mbështetur prapa, me një buzëqeshje vetkënaqësie të ngrirë në fytyrë, i sigurt se kishte korrur një triumf të plot mbi një vajzë të thjeshtë që sipas tij nuk vlente asgjë. Por Elira nuk lëvizi asnjë çepall. Ajo nuk u skuq, nuk e uli kokën dhe as nuk tregoi asnjë shenjë pasigurie. Përkundrazi, ajo mori një frymëmarrje të thellë, u drejtua në trup dhe e shikoi Arbenin direkt në sy me një vështrim kaq të mprehtë e të qetë, saqë ai ndjeu një pickim të lehtë pasigurie në stomak. Elira uli bllokun e shënimeve, e vendosi stilolapsin në xhepin e përparshëm të përparses së saj dhe hapi gojen. Për habin e të gjithëve, nga buzët e saj nuk doli ndonjë belbëzim apo kërkesë faljeje në shqip. Ajo filloi të fliste në të njëjtën gjuhë të huaj që përdori Arbeni, në atë frëngjishte të vjetër, akademike e aristokrate. Por kishte një ndryshim të madh. Theksi i Elirës ishte absolutisht perfekt, i rrjedhshëm dhe pa asnjë sforcim, sikur të kishte lindur dhe të ishte rritur në rrethet më të larta të Parisit. Fjalori që ajo përdori ishte aq i pasur, i pastër dhe elegant, saqë e bëri frëngjishten e Arbenit të dukej si një imitim i thjeshtë dhe i qalë. Me një zëmësi krejtësisht profesionale dhe pa asnjë emocion në zë, ajo filloi t'i përgjigjej pik për pik porosisë së tij të ndërlikuar. Ajo i shpjegoi me hollësi përbërjen e saktë të salcave, origjinën e mishit dhe mënyrën se si shefi i kuzhinës do ta gatuante atë. Për më tepër, ajo shtoi një kritik të hollë e diplomatike në atë gjuhë, duke i sugjeruar se kombinimi i pjatave që ai kishte zgjedhur nuk ishte i saktë nga pikpamja e kulinarisë së lartë, dhe i rekomandoi një verë shumë të përshtatshme për atë vakt. Gjatë kohës që Elira fliste,
Fytyra e Arbenit ndryshoi tërësisht ngjyrë. Buzëqeshja e tij e ngrirë u zhduk në qast, duke u zëvendësuar nga një shprehje mos besimi dhe tmerri. Ai mbeti me gojë hapur, me gotën e ujit që ende e mbante pezull në dorë, pa mundur të thoshte asnjë fjalë. E dashura e tij, e cila vetëm pak sekonda më parë po shkrihej së qeshuri, e hoqi dorën nga goja dhe mbeti e ngrirë. Duke parë herë Elirën e herë Arbenin, e paf të kuptonte se si një kameriere e thjesht po I jepte një mësim të tillë intelektual një miliarderi. Tensioni në restorant arriti kulmin, ndërsa klientët e tavolinave pranë filluan të pëshpëritnin të mrekulluar nga ajo kthes që askush nuk e priste. E gjithë salla e restorantit luksoz duke sikur kishte ndaluar në kohë. Pëshpërimat e klientëve të tjerë u fashitën dhe vëmendja e të gjithëve ishte përqendruar tërësisht te tavolina qendrore. Arbeni po mbytej në turpin e tij, ndërsa e dashura e tij kishte ulur syt për tokë, e paaft për të përballuar situatën. Elira, pasi mbaroi shpjegimin brillant në gjuhën e huaj, mori një qëndrim edhe më dinjitoz. Ajo hodhi një vështrim të ngrohtë por të prerë mbi të dy, e pastaj u kthye sërish në gjuhën shqipe. Zëri I saj ishte I qetë, pa asnjë shenjë urrejtjeje apo hakmarrjeje, por kishte një peshë që I goditi ata më fort se çdo bërtitje. Zotëri, unë jam diplomuar me nota maksimale për letërsi dhe gjuhësi të huaj në një nga universitetet më të mira në Europë. Nëse sot punoj si kameriere këtu dhe mbaj këtë përparse, është ose sepse prindërit e mi janë të sëmur rënd dhe unë zgjedh të bëj çdo punë të ndershme për t'i ndihmuar ata, pa shtrirë dorën e pa lypur askund. Parat tuaja mund të blejnë këtë darkë të shtrenjtë dhe mund t'ju mundësojnë të shëtisni botën, por ato nuk mund të blejnë kurrë edukatën, kulturën dhe as respektin më minimal për qenien njerëzore. Sapo Elira mbaroi fjalinë, një zotëri moshuar në tavolinën përballë u ngrit në këmbë dhe filloi të duartrokiste. Brenda pak sekondave, e gjithë salla shpërtheu në duartrokitje dhe thirrje miratimi. Disa klientë tundnin kokën në shenjë respekti për vajzën, ndërsa të tjerë I drejtonin vështrime për buzës e Arbenit. Ky I fundit ndjeu një nxehtësi t'i pushtonte fytyrën. E goja e tij e një miliarderi sapo ishte thyer në thërime përpara dhjetëra njerëzve të shtresës së lartë, të cilëve ai aq shumë dëshironte t'i bënte përshtypje. Darka vazhdoi në një atmosferë të rëndë e të heshtur për tavolinën e Arbenit. As ai dhe as e dashura e tij nuk guxonin më të ngrinin kokën apo të flisnin me zë të lartë. Ushqimi që u shërbye pak më vonë u duki shpëlar dhe pa shije, pasi ndjenja e fajit dhe e turpit u kishte bllokuar stomakun. Mbrëmja që nisi si një shfaqje arrogance, po përfundonte si dështimi më I madh I jetës së tij. Kur erdhi koha për të paguar, Arbeni nuk priti që Elira t'i afronte faturën. Ai nxori portofolin e tij, mori kartën e kreditit dhe pranë saj la një zarf të hapur. Brenda tij kishte futur disa kartëmonedha me vlerë të madhe, së bashku me një pusull të shkruar me nxitim ku shkruhej: "Më falni për sjelljen time të pamend. Ju lutem pranojini këto si dëm shpërblim moral për prindërit tuaj." Ishte përpjekja e tij e fundit, e dëshpëruar, për të blerë qetësinë e ndërgjegjes me para. Elira u afrua te tavolina, pasi ata ishin ngritur për t'u larguar. Ajo e pa zarfin, lexoi shënimin dhe pa parat. Pa u menduar 2 herë, ajo mori vetëm vlerën e saktë që I takonte faturës së restorantit. Ajo e palosi zarfin me parat e tepërta, bëri disa hapa të shpejtë dhe I arriti ata fiks përpara derës së jashtme, ku menaxheri po u jepte palltot. Ajo I zgjati zarfin Arbenit në dorë dhe I tha me një zë që dëgjohej qartë në të gjithë ambientin: "Zotëri, harruat diçka. Unë këtu paguhem për shërbimin që bëj, jo për dinjitetin tim. Prindërit e mi I rritim fëmijët me djers dhe nder, jo me lëmosh të dhënë nga pendimi I dikujt. Kalofshi një mbrëmje të mirë." Arbeni e mori zarfin sikur të ishte prej zjarri. Ai nuk tha asnjë fjalë, uli kokën dhe doli me nxitim në të ftohtin e natës, I ndjekur nga e dashura e tij që po ecte me hapa të shpejt nga turpi. Për herë të parë në jetën e tij, miliarderi kuptoi se kishte gjëra në këtë botë që as të gjitha milionat e tij nuk mund t'i blinin dot, dhe se njeriu më I pasur në atë dhomë nuk ishte ai, por vajza e thjeshtë me përparsen e kamerieres.